Përshëndetje të gjithëve. Nëse dëshironi një recetë kulaçi të butë si pambuk dhe të shijshëm, atëherë merreni këtë recetë se jam e sigurt që do t'ju pëlqejë. Jo vetëm është i butë, por ka dhe aromën e rigonit. Pa u mbërko fillojmë me përgatitjen e brumit. Në një tas do fillojmë të shtojmë të gjithë përbërësit rradh. Kam vendosur në tas 500 gram me miell, i shtoj një lugë të çajit me krip, gjysmë luke e çajit me sodë buke, i bëjmë një përzierje të mirë. Vazhdojmë të shtojmë rigon, largojmë këto pjesët më të mëdha të rigonit, vazhdojmë t'i përzijmë. Fillojmë të shtojmë përbërësit e lëngët. Shtojmë një vezë, me 2 të verdha kjo veza, një filxhan të kafes me vaj ulliri dhe një gotë 250 ml sheme kos. Gjithmonë kosi shtohet pak nga pak gradualisht derisa të arrijmë një konsistencë brumi jo të ngjitshëm. E shikoni, unë po e shtoj gradualisht. Faktu në harrova t'i shtoja një lugë me miell misri, megjithatë do t'ja shtoj tani dhe do t'a përzjej mirë. I shtoj një lugë miell misri të verdh, mirë ishte të shtohesh që në fillim bashkë me miellin e zakonshëm. Vazhdojmë ta përzijmë. Shtojmë edhe pak kos. Kemi arritur brumin që dëshirojmë. Vazhdojmë të shtojmë sërish rigon. Kam një tavë alumini, perimetri së cilës është 26 cm. Le të jetë tava e madhe, pasi ky është një kulaç që fryhet shumë, le të bëhet i hollë dhe i kulluar. I shtojmë në fund pak rigon, e hapim mirë me duar. Sërish vaj ulliri, është vaji ai që e mban shumë të butë. I bëjmë disa vizime. Nuk do ta lëm vetëm me këtë, por do t'i bëjmë edhe prerje me thikë. Në këtë mënyrë kulaçi ndahet vetë, nuk ka nevojë për të përdorur thikën. Do t'i shtojmë edhe pak vaj ulliri dhe direkt në furrë për 30 minuta në 200 gradë. Dhe ja si duket kulaçi, është fryrë, kundërmon aromë shumë e mirë. E kemi lënë të krijojë pulsa ujë që të shkëputet nga tava. Është ende i ngrohtë, duket kaq i mirë dhe ka aromë fantastike. Shikojeni sa lehtësisht që ndahet dhe sapore të mëdha që ka krijuar. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, e thjeshtë por e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.